Një person është vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në një zonë malore në veri të Mitrovicës. Policia tha se ata janë qelluar me armë zjarri nga persona të panjohur dhe për motive ende të paqarta. Incidenti i sotëm pasoi incidentet e një dite më parë në zonën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në veri të Prishtinës, që lanë pas vetes të vrarë dhe të plagosur. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Një person është vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në zonën malore të quajtur Kollovërg të fshatit Koshtov në afërsi të Mitrovicës. Policia tha se të 3 ata janë qelluar me armë zjarri në kohën që ndodheshin e traktorin e tyre ngarkuar me dru. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhojet e 14 plumbave, ndërsa ende nuk dihen më shumëllësi për autoret apo motivet e mundshme të këtij sulmi. Nga të shtënët ka mbetur i vrarë Ardian Ibrahimi, 17 vjeçar, ndërsa janë plagosur 2 vëllezërit e tij, njëri 19 e tjetri 16 vjeçar, të cilët po trajtohen në spitalet e Prishtinës. Një nga të plagosurit tha se ata po prisnin dru në pronën e tyre që ndodhet disa kilometra larg kufirit me Serbinë në kohën kur janë qelluar me armë zjarri. Incidenti të premtes pasoi incidentet të një dite më parë në zonën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri të Prishtinës, ku një oficer i gjendarmerisë serbe që vrarë ndërsa një shqiptar u plagos dhe një tjetër vazhdon të llogaritet i zhdukur. Policia serbe tha se grupe shqiptarësh që po prisnin dru në pjesën serbe të kufirit qelluan mbi gjendarmerinë duke plagosur një pjesëtar të saj, i cili më vonë vdiq nga plagët e marra. Policia e Kosovës është ende në pritje të informacioneve zyrtare. Ministria serbe e punëve të brendshme tha se ka dërguar njësi shtesë në kufirin me Kosovën. Vija kufitare ndërmjet 2 vendeve vazhdon të jetë e pashënuar që nga lufta e vitit 1999, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës që u shpall në shkurt të vitit 2008, ndërsa është përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në përpjekje për t'u afruar me Bashkimin Evropian. Ajo hapi bisedimet për antarësim pas marrëveshjeve me Kosovën, e cila pret që gjatë muajve të ardhshëm të nënshkruajë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Pjesa qendrore e bisedimeve dhe marrëveshjeve të deritashme është zgjidhja e situatës në verën e trazuar të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Javën e ardhshme grupet punuese të 2 palëve prit të takohen në Bruksel për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.